إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم زدنا علما وعملا واتقا يا رب العالمين. Kemi arritur vëllezër nderuar tek fjala e autorit Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhabit në këtë broshurë të dobishme ku thot autori: "Fa'lam anna hadhihi al-uluhiyya hiya allati tusammiha al-'amma fi zamanina as-sirr wa al-walaya walilah ma'nahu al-wali alladhi fihi sirr wa huwa alladhi yusammunahu al-faqir wa shaykh." وهذا من كلام أهل الزيغ والضلال. Thot autori librit, pra tham Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhabi, Allahu mëshiroft, dije se kjo uluhia është ajo që njerëzit e zakonshëm në kohën tonë e quajnë sekreti, pra sufistat dhe të ngjashme me ta, dhe al-walaya. Dhe ilah sipas tyre do të thot wali, mbrojtës, shenjt, ai tek i cili ndodhet sekreti, dhe ai që ata i quajnë al-faqir dhe al-sheikh. Thot shekhu nderuar prindi ynë Sheikh Salih Fawzan, Allah ruajt ata dhe ne, do me thonë ata e besojnë këtë tek euliat e tyre dhe thonë tek ky wali gjendet sekreti. Pra që sekret mes tij dhe Zotit botrave. Dhe ai ka walaje. Prandaj ata afrohen tek ai me therrje kurbani, zotime, lutje dhe kërkim ndihme. Të gjitha këto adhurime që janë vetëm për Allahun subhanahu wa taala, sepse kinse ai ka sekret dhe ka al-walaje, pra mbrojtje, afërsi, shenjtëri, për kujdesje, pra ka një lidhje të afërt dhe të veçantë me Zotin e botrave subhanahu wa taala. Dhe sufit adhuruesin al-abid e quajnë sheikh, do më thënë sheikhu i tarikatit, ai që ka themeluar pra tarikatin e tyre të devijuar, nga i cili ata marrin fenë e tyre, ndërsa ai që merr nga sheikhu, pra drejt për drejt, i tarikati quhet murid. Dhe ky është në raport me sheikhun e tij, si thonë njerëzit e bidatit, si i vdekuri në duart e atij që e lan. Nuk i lejohet të kundërshtojë në asnjë gjë. Ndërkohë që pejgamberi sa çfarë thotë, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq inma ta'a fi al-ma'ruf. Nuk ka bindje për krijesën në kundërshtimin e krijuesit. Bindja është në ma'ruf, në veprat e mira që Allahu pëlqen dhe kënaqet me to. Dhe emërtimi i njerëzve të zakonshëm për ta, sejid, zotria, dhe të ngjashme me këtë. Dhe kjo sepse ata mendojnë se Allahu u ka dhënë disa të veçantëve, pardon, fjala e Sheikhul Islam Muhammad ibn Wahhabit, u ka dhënë disa të veçantëve nga krijesat një pozitë tek ai, për të cilët ai kënaqet që njeriu të drejtohet atyre, të shpresojë tek ata dhe të kërkojë ndihmë, dhe i bëjnë ata ndërmjetës mes tij dhe Allahut subhanahu wa ta'ala. Sheikh Fawzani në komentin e këtyre pikave të librit të sheikhut, thot ata i quajnë sheikhun e tyre zotri, pra sejid, dhe i quajnë sheikh. Prandaj sipas tyre duhet t'i japësh besën dhe t'i dorëzosh atij çështjen tënde, të mos e kundërshtosh e të mos i kundërvihesh në asnjë gjë. Përndryshe nuk je murid me to, pra nuk je nxënës, pasues apo dishepull. Dhe në të grupet bashkohore, kjo gjendet më së shumti tek grupi Ikhwan al-Muslimin, që ka themeluar Hasan al-Banna, edhe tek grupi Xhamati Tabligh, ose Xhamati Ahbabbe, që ka themeluar Muhammad Ilyas al-Kandahlawi. Pra kanë një besatim të veçantë, edhe dëgjuat pra se kush janë kushtet dhe kriteret e këtij besatimi të kotë. Ata thonë, vazhdon argumenti i Sheikh Fawzanit, Allahu ka bërë nga krijesat disa të veçantë, tek të cilët lejohet të drejtohesh, ti lutesh dhe të kërkosh ndihmë, duke i konsideruar si ndërmjetës tek ai dhe që të afrojnë tek ai subhanahu wa taala.
Kjo është ajo që ata besojnë. Nuk thonë se janë ortak të Allahut, se ndryshe do të ishte shirk, pra i qartë dhe shirk pra edhe në shprehje, në fjalë. Por thonë ndërmjetës tek ai dhe që të afrojnë tek ai. Sepse Allahu i ka zgjedhur thonë për devotshmërinë dhe për kushtimin e tyre. Prandaj janë bërë ndërmjetës mes robërve dhe Allahut. I lartësuar është ai mbi atë që ata thonë dhe atribojnë atij pra rejshëm dhe me gënjeshtër. Për këtë arsye u afrojnë atyre me adhurime, si kur janë gjallë, ashtu edhe të vdekur. Pra për së vdekur i shohim pra adhurimet e kota dhe shirkun që bëjnë kevaret e këtyre ulijave, sa në Egjipt, sa në Marok, sa në Afrikën, pra zona e Afrikës së Zezë, edhe në Azin e largët. Dhe thonë, ai që afrohet tek ata, është si ai që afrohet tek Allahu. Kush afrohet tek shehu, afrohet tek Allahu. Thot i lartësuari, pra për këtë gjendje dhe situatë të tyre, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i shufa'auna 'inda Allah. Dhe ata adhurojnë përveç Allahut atë që nuk u bën as dëm me as dobi dhe thonë këta janë ndërmjetësit tanë tek Allahu. Pra, shejtani ka luajtur me ta deri në këtë shkallë, Allahu na ruajt nga ky devijim. Ata për të cilët idhujtarët, pra mushrikët e kohës sonë pretendojnë se janë ndërmjetësit e tyre, janë ata që të parët i quanin al-aliha. Abu Jahli, Abu Lahabi, Abu Talibi me shok, thot i lartësuari në Kur'anin fisnik, e ja'ala al-alihata ilahan wahida in hadha shay'un ujab. Ai bëri të adhuruarit një të adhuruar të vetëm, vërtet kjo gjë është e çuditshme. Pra të parët prej mushrikëve i quanin alihe, të adhuruar, dhe ndërmjetësi është pra ilah. Prandaj fjala e besimtarit për njërit la ilaha illallah është mohimi i ndërmjetësve. Pra kur thua la ilaha illallah, çfarë? Ti deklaron dhe dëshmon që adhurimi yt është i sinqert dhe i drejt për drejt, vetëm se me Allahun subhanahu wa taala. E nëse dëshiron ta njohësh këtë plotësisht, atëherë kjo bëhet me dy gjëra. Thot imami riportëritës e para, të dish se jo besimtarët të cilët i luftoi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, i vrau, u lejoi pasurit, dhe u bëri të lejuara gratë e tyre, e pranonin për Allahun lartësuar tauhidin, pra njësimin e rububies, që do të thotë se nuk krijon, nuk furnizon, nuk jep jetë, nuk jep vdekje dhe nuk i rregullon të gjitha çështjet askush tjetër përveç Allahut, vetëm e të parta, si thot i lartësuari në pyetjen drejtuar tyre, thot qul man yarzuqukum min as-sama'i wal ard amma yamliku as-sam'a wal absar wa man yukhriju al-hayy min al-mayyit wa yukhriju al-mayyita min al-hayy wa man yudabbiru al-amr fa sayaquluna Allah qul afala tattaqun. Thot i lartësuari këto ajete, thuaj atyre o Muhammed, kush ju furnizon nga qielli dhe toka, kush zotëron dëgjimin dhe shikimin, kush e nxjerr të gjallin nga i vdekur dhe nxjerr të vdekurin nga i gjalli, dhe kush i rregullon të gjitha çështjet tuaja, ata do të thonë Allahu. Thuaju, a nuk po i friksoni atij, atëherë pra ta veçoni atë me adhurim dhe të ruani nga ndalesat e tij. Thot Sheikh Fauzan në shpjegimin e këtyre dy pikave, thot idhujtarët e hershëm i adhuronin ata dhe i quanin aliha, të adhuruar, Latin, Uzain, Hubalin, Manatin e tjerë të ngjashëm me ta, si Uzeiri që adhuruan jehudit, apo Isai dhe Mariam alayhi salam që adhuruan padrejtisht, domethënë të krishterët, i quanin pra aliha. Prandaj kur i dërguar sallallahu alaihi wasallam u tha, thoni la ilaha illa ta than, e përmendëm ajetin, ai bëri të adhuruarit një ilah të vetëm, deri te fjala e lartësuarit ku thot vazhdoni dhe qëndroni të palëkundur në të adhuruarit tuaj. Pra i quajtën aliha, thot Sheikh Fauzani, dhe than mos, siç ka ardhur në surën An-Nuh, وقالوا لا تذرون آلهتكم ولا تذرون ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسر وقد أضلوا كثيرا. Thot i lartësuari, than pra populli Nuhut, mos i lini të adhuruarit tuaj, mos e lini Wadin, as Suain, as Yaghuthin, as Yauqun dhe as Nasrin. Dhe ata, thot Allahu i lartësuar, humbën pra së shumti. Pra të parët i quajtën aliha, pra të adhuruar, ndërsa të mëvonshmit që pretendojnë Islamin,
i quajtën vetëm ndërmjetës dhe ndërhyrës. Në gjuhën arabe përdoren termat shufa'a dhe wusata, shefi dhe wasita. Pra që në shqip do të thotë ne i quajmë ndërmjetësa dhe ndërhyrësa. Pra ta thonë njerëzit e humbjes thotë ne nuk mund të shkojmë drejt për drejt tek mbreti vetëm se nëpërmjet ndonjë të afërm i tij apo ndonjë obortari apo këshilltari, pra na duhet një shefi apo një wasita. Atëherë si të arrim tek Allahu pra drejt për drejt pa ndërmjetësa, kur tek njerëzit, pra si çfarë krahasimi, si çfarë qiyasi batil i kot dhe logjik e shtëmbët dhe e mbrapsht, pra nuk i quajtën të adhuruar, i quajtën ndërmjetësa dhe ndërhyrësa, por kuptimi është i njëjtë, thotë shehu, edhe nëse ndryshon fjala, sepse merret parasysh realiteti dhe jo fjalët dhe termat. Kujdes pra, këtë lojë e bëjnë njerëzit e humbjes gjithmonë. Nuk e quajnë për shembull riba, kamat. Thot interesa të buta. Nuk i thon alkool, i thon ku diun emrat që kanë shpikur ponçe, tjera. Ose pije, nuk u thon pije dese, po i thon pije, qefi pije që të cilin qef pije, ku diun të fryse me radhë. Pra edhe pse ndryshon emërtimi, çfarë pra dietarët selefët shikojnë realitetin e gjërave. Thot shihu në vazhdim, pra qaulu rajuli la ilaha illa ibtalun lil wasait. Pra kur ti thua çfarë la ilaha illa, i rrezon, pra rrezon çdo gjë që adhurohet përveç Allahut subhanahu wa taala. Qoftë nëse quhet ndërmjetës apo ndërhyrës apo quhet elihe. Pra la ilaha illallah i rrezon dhe i azjeson dhe i bën të pavlefshëm dhe të kot çdo gjë që adhurohet përveç Allahut subhanahu wa taala, me çfarë lloj emri që të quhet çfarë ai apo ajo gjë. Dhe kjo është një çështje e madhe, e lartë dhe e rëndësishme. Të dish se besimtarët të cilët i luftoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i dëshmonin të gjitha këto dhe i pranonin. Megjithatë, kjo nuk i futi ata në islam dhe nuk u bëri të paprekshme të pasunuar gjakun dhe pasurinë e tyre. Ata gjithashtu jepnin lëmosh, pra sadaka, bënin haxh dhe umra, bënin adhurime dhe lindin disa prej ndalesave nga Afrika ndaj Allahut të plotfuqishëm dhe të lartësuar. Ktu ishte fjala e autorit, Allah më shëroft. Thot Sheikh Fauzani në shpjegimin e këtyre dy pikave, thot adhuruesit e varreve sot thon, përderisa ai e pranon se Allahu është krijuesi, furnizuesi, dhënësi i jetës, marrësi i jetës dhe rregulluesi, atëherë ai është musliman. Pra ta mjafton tauhidi çfarë? Ar-rububia, i zotrimit. Atëherë, cili është kuptimi i fjalës la ilaha illallah? Sipas tyre thon nuk ka kuptim, sepse edhe i dhujtarët thon atë që thon këta. Pa përputhet deklarata e dhujtarëve të djeshëm me ata që atribuojnë Islamit sot ku ke tauhidi rububia. Thotë shiku është një çështje e madhe dhe shumë e rëndësishme dhe pak kusht të kujdeset për të, sepse këta thon kush e pranon tauhidin e rububies bëhet musliman. Thot autori, por çështja e dytë është ajo që i bëri ata jo besimtar dhe u bëri të lejuar gjakun dhe pasurinë e tyre, se ata nuk e dëshmuan për Allahun tauhidin e uluhies dhe tauhidin e rububies, sepse janë të lidhura ngushtë. Nuk të bën dobi rububia nëse nuk i bashkangjit atij. Pra rububia e kërkon thot min je mustelzime li tauhid al uluhia. Edhe tauhidi esma u sifat janë në shërbim dhe janë të pandashme, të pashkëputura nga tauhidi uluhia. Kujdes vëllezër, shumë e rëndësishme kjo çështje. Pra i dhujtarët në kohën e ignorancës e pranonin tauhidin e rububies dhe kishin disa pra tauhidi uluhie është që të mos lutet dhe të mos shpresohet askush tjetër përveç Allahut të vetëm dhe të pa ortak. Thotë Sheikh Fauzani në shpjegimin e këtyre dy pikave të librit, thotë i dhujtarët në kohën e ignorancës e pranonin tauhidin e rububies dhe kishin disa udhërime si sadakaja dhe haxhi, ata bënin haxh dhe umra.
dhe thoshin nuk krijon, nuk furnizon, nuk jep jetë dhe nuk jep vdekje përveç Allahut subhanahu wa taala. E pranoni tauhidin e rububiyes dhe bëni disa adhurime, por duke qenë se ata nuk ja kushtonin dhe dedikonin adhurimin e kulluar dhe të pastër vetëm Allahut subhanahu wa taala, por adhuronin Allahun dhe bashkë me ta adhuronin edhe të tjerë, ata pra Allahu i bëri idhujtar dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i gjykoi me shirk dhe me kufër dhe i luftoi ata derisa shfar të dëshmonin se nuk ata adhuruar tjetër me ndër pas Allahut, të vetëm pa ortak, dhe se Muhamedi shoqi i dërguar i tij, të kryejnë namazin dhe të jepnin zakatin deri në fund të hadithit të gjatë dhe të bukur. Sepse kjo është ajo që kërkohet, pra tauhidi i uluhijes, domethënë veçimi i Allahut në adhurim. Nuk mjafton vetëm veçimi i Allahut në tauhidin e rububiyes, duhen patjetër të dyja. Pra tauhidi i rububiyes i cili kërkon tauhidin e uluhijes dhe tauhidi i uluhijes i cili e përfshin tauhidin e rububiyes. Pra janë të pandashme nga njëri tjetri. Domethënë tauhidi i uluhijes përfshin të gjitha adhurimet, prandaj quhet tauhid al-ibada ose ifradullahi bi af'ali ibadihi. Bani mend të përkufizim. Tauhidi i rububiyes, i uluhijes, që dietarët e sunetit ka dy përkufizime. Quhet tauhidul ibada, tauhidi i adhurimit, ose ifradullahi bi af'ali al-ibad ose bi af'ali ibadihi. Veçimi i Allahut me veprat e robëve të tij. Kush janë veprat e robëve të tij? Namazi, agjërimi, zekati, haxhi, frika, shpresa, dëshira, zotimi, etj. Pra tawakkuli, të gjitha këto janë prej veprave të robëve të Allahut subhanahu wa taala. Pra tauhidi i uluhijes përfshin të gjitha adhurimet, prandaj asgjë prej tyre nuk i kushtohet dhe dedikohet tjetër kujt përveç Allahut, sepse vetëm ai i meriton ato. Kush i kushton diçka prej tyre dikujt tjetër përveç Allahut është idhujtar. Edhe nëse thot la ilaha illallah, madje edhe nëse adhuron Allahun me lloje të ndryshme adhurimi, përderisa nuk ja kushton të gjitha adhurimet sinqerisht vetëm Allahut, ai nuk është musliman. Thot autori, dhe nuk kërkohet ndihmë nga askush tjetër përveç tij, nuk ktheret për askën tjetër përveç tij, dhe nuk bëhet zotim, pra nedhësh, për askën tjetër përveç tij, as për ndonjë melek, pra angjëll të afërt, as për ndonjë pejgamber të dërguar, dhe kush kërkon ndihmë nga tjetër kush përveç tij ka bërë kufër. Si është gjendja e tyre që shkojnë tek vari pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, shkojnë në Medinë me boritet dhe shkojnë tek vari pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, jo me i dhënë selamin shariatik, sikur jepnin selamin atij dhe dy shokëve të tij fisnik, por se thon medet ja Muhammed. Çau Muhammed ndihmona, çau shikoj si gjendja e Medit, ose ndërmjetëso për ne Muhammed sallallahu alajhi wasallam. Ndërkohë që ai është i vdekur në varrin e tij. Pa i kërkojnë ndihmë, kërkojnë ndërmjetësim. Pra kjo është prej shirkut të ulët dhe që urren Allah subhanahu wa taala dhe nuk e fal askënd atë që vepron ata. Kush kërkon ndihmë nga dikush tjetër përveç Allahut ka bërë kufër. Kush therr për tjetër kënd përveç tij ka bërë kufër. Kush bën zotim për tjetër kënd përpas Allahut ka bërë kufër, e të ngjashme me këto. Dhe plotësimi i kësaj është se pra të di se idhujtarët bësh pra lidhjen dhe bashkimin e argumenteve, të cilit i luftoi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, u luteshin vepërmirëve, pra salihinëve, si engjëjve, Isait alayhis salam dhe nënës tij, Uzairit dhe të tjerëve prej eulijave. Dhe Allahu i bëri jo besimtar për këtë, edhe pse e pranonin se Allahu i lartësuar është krijuesi, furnizuesi dhe rregulluesi të gjitha çështjeve. Thot Sheikh Fauzani në komentin e këtyre pikave, prandaj tu kemi një, domethënë një, s'po them ngërsh, po një, sepse e udhës është që dikush nga vëllezërit të lexoj pjesën e librit, pra tekstin e autorit dhe pastaj të vazhdojmë me komentin. Kësaj radhe më ka rënë mua domethënë që bëj të lexoj edhe tekstin e librit, edhe domethënë komentin e Sheikh Fauzani, kështu që duhet pak vëmendje inshallah që të bëjmë ndarjen midis, ndryshe do të themi thot autori, pastaj thot komentuesi, thot autori, edhe një vëlla që na bën domethënë vërejtje objektive thotë që e keni tepruar me thot autori, thot në komentuesi, kështu që prandaj kësaj radhe po i bëjmë domethënë të dyja rolet inshallah, po lutim Allahun që në mësimet e ardhshme, broshurat e ardhshme ta përmirësojmë domethënë këtë pjesë. Një nga vëllezërit e nderuar që sigurisht lexon ndoshta më mirë se unë në shqip, na lexoi tekstin e librit
edhe unë inshallah të lexoj komentin e Sheikh Fauzanit, Allahu e ruajt me të edhe neve bashkë me të. Thot Sheikh Fauzan në shpjegimin e këtyre dy pikave. Thot, do me thënë, kush e bën këtë, ai bëhet jo besimtar. Edhe nëse thot la ilaha illallah. Pra kush kërkon ndihmë, kush zotohet, kush pret kurban, kush i lutet të vdekurit në varr, apo në një meleku, apo në një njeriu devotshëm, apo çfarë do lloj gjëje qoftë, çfarë, ky është jo besimtar. Edhe nëse thot la ilaha illallah. Sepse ky nuk e ka realizuar atë, pra fjalën la ilaha, të drejtën, hakun e saj, dhe është në kundërshtim me të. Si thot la ilaha illallah dhe therr për tjetër kënd përpos Allahut, si thot la ilaha illallah dhe kërkon ndihmë nga tjetër kush përveç Allahut, nga të vdekurit, nga ata që nuk janë prezent, nga xhindët dhe shejtanët. Si thot la ilaha illallah dhe bën zotim për tjetër kënd përveç Allahut, tu ka kundërthënie, thot ka përplasje. Nuk qëndron pra dëshmia e tij la ilaha illallah. Kur ti vjen me thon selefë çfarë? Ka'annaka tajma baina naqidain. A bashkohen dy gjëra të kundërta? Dy gjëra të kundërta nuk qëndrojnë. Pra, kjo ka kundërthënie dhe nuk qëndron pra dëshmia e këtyre. Idhujtarët e parë, mushrikët e parë, nuk kishin të gjithë adhurues të idhujve, thot Sheikhu. Ata ishin të shpërndarë në adhurimin e tyre. Disa adhuronin idhujt, disa adhuronin engjëjt, disa adhuronin pejgamberët, disa adhuronin vepërmirët. Por se i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam i luftoi të gjithë ata dhe nuk bëri dallim mes tyre. Nuk tha do luftoj vetëm ata që adhurojnë idhujt, gjërat e ngurta, pa shpirt, gur, drur, pemë, me radhë. Dhe do t'i lëm ata që adhurojnë Uzairin, Mesihun dhe të mëvoshmit. Jo, nuk bëri dallim mes tyre i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam. Dërsa këta kuburijun, pra adhuruesit e varreve, sot thonë, shirku është adhurimi i idhujve. Kujdes, kjo është një filozofi dhe një pretendim, domethënë, shumë delikat, shumë i imët. Thot, jo, thot, shirku thot është adhuror gure, drur, idhuj, gjëra pra pa shpirt. Kupton? Ndërsa adhurimi e ulijave thot është afrimi tek Allahu dhe ndërmjetësim tek Allahu, nuk është shirk thot, sepse shirku është vetëm adhurimi i idhujve. Subhanallah. I dërguari sallallahu alaihi wasallam i luftoi të gjithë ata. Ata që adhuronin idhujt, ata që adhuronin engjëjt, ata që adhuronin Mesihun, ata që adhuronin Uzairin dhe ata që adhuronin eulijat dhe njerëzit e devotshëm. Pra nuk bëri dallim mes tyre, sepse në të vërtetë nuk ka dallim mes tyre. Shirku është adhurimi i gurëve dhe i drurve dhe idhëve, shirku është adhurimi pra i çfarëdo lloj krijese, çfarëdo lloj pozite dhe grade që të ketë ajo tek Allahu subhanahu wa taala. Thot autori i librit, Allahu mëshiroft, nëse kupton këtë atëherë, e ke kuptuar domethënien e fjalës la ilaha illallah. Pra nuk mund të bëjnë më telbis, pra përshtjellim njerëzit e humbjes dhe devijimit. Sado orator dhe sado filozof dhe sado argumente të kenë ata. Pra kur ti je i qartë në kuptimin e tauhidit uluhiyya, la ma'budu bihaqqi illa Allah. E merre peshon një vepër, çfarë është? Është traditë i popullit apo është adhurim? Pastaj kjo traditë është traditë adhurim apo është traditë dhe peshon me peshoren. Nëse është adhurim, atëherë po i dedikohet Allahut. Ky është tauhidi. I dedikohet diku tjetër për Allahut, ky është shirku. Pra mos të mashtrojnë ty me ngjyrosjen dhe me larmin e shirkut dhe të devimit të tyre njerëzit e humbjes. Pra thot shirku, nëse e kupton këtë, atëherë ke kuptuar domethënien e fjalës la ilaha illallah. Dhe ke kuptuar se kushdo që i drejtohet një profeti apo engjëlli, i thërret, i lutet apo i kërkon ndihmë, ky ka dal nga Islami dhe ky është kufri për të cilin i luftoi ata i dërguari Allahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nëse thot në një nga idhujtarët, thot autori, ne e dim se Allahu është krijuesi, furnizuesi dhe rregulluesi, por këta të devotshëm janë të afërt tek Allahu dhe ne u lutemi atyre, u bëjmë zotime, u drejtohemi dhe kërkojmë ndihmë prej tyre, dhe këtë e bëjmë për ndërmjetësim dhe afrim tek Allahu, por ndryshe ne dim që Allahu është krijuesi, furnizuesi dhe rregulluesi. Thuaj, këto fjalët e tua ishin feja dhe rruga, menhexhi dhe medhhebi e Abu Jehlit dhe të ngjashme me të, sepse ata i luteshin Isait, Uzairit, engjëve të devotshme, duke dashur me këtë atë që Allahu lasuar ka thënë në ta jetë fisnik, thot walladhina ittakhadhu min dunihi awliya
ma na'budum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Dhe ata që kanë marrë mbrojtës pra të adhuruar tjetër përveç ti thonë, ne nuk i adhurojmë ata vetëm se që të na afrojnë tek Allahu në pozitë. Nuk arrin dot pozitën që kanë ata tek Allahu vetëm se nëpërmjet tyre. Se ata kanë pozitë ke Allahu, që të arrijmë në pozitën e tyre ke Allahu, duhet që të afrohemi me adhurime tek ata që të na afrojnë tek Allahu pra në pozitë, sepse ata janë njerëz me pozitë. Dhe ka thënë i lartësuari: "Wa ya'buduna min dunihi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i shufa'una 'inda Allah." Thotë i lartësuari, dhe ata adhurojnë përveç Allahut atë që nuk u bën as dëm as dobi dhe thonë këta janë ndërmjetësit tan tek Allahu subhanahu wa taala. Pra ky është shirku tyre dhe po të ndjekësh fundet e këtyre ajeteve çfarë Allahu i cilëson në fundin e ajeteve me këta janë me idhujtar, me jo besimtar, pra Allahu subhanahu wa taala gjykon për ta dhe dëshmon se janë jo besimtar dhe janë idhujtar. Sheikhu u drejtohet, thot Sheikh Fozani, dietarëve dhe njerëzve të thjeshtë. Për nuk bën dallim. Dhe kuptimi i fjalës naha, që është pjesë e tekstit, domethënë të fjalëve të Sheikhut, në të folurën popullore është kërkoj ndihmë prej tij. I thuhet atij që mohon se lutja ndaj të devotshme është shirk dhe thot qëllimi është ndërmjetësimi përmes tyre tek Allahu. I thuhet kjo fjalë jotja është feja e Abu Jehlit, Ebu Lehebit dhe të ngjashme me të, sepse ata thonë nuk krijon, nuk furnizon, nuk jep jetë dhe nuk rregullon askush përveç Allahut. Dhe ne i marrim këta për të adhuruar që të na afrojnë tek Allahu në pozitë, siç ka thënë Allahu për ta, pra ajeti edhe ata adhurojnë përveç Allahut atë që nuk u bën as dëm as dobi dhe thonë këta janë ndërmjetësit tan tek Allahu. Pra idhujtarët e hershëm donin nga ata që i adhuronin krahas Allahut vetëm ndërmjetësim për ta. Nuk thoshin se ata krijojnë apo furnizojnë, por thoshin këta janë ndërmjetësit tan tek Allahu. Thoshin vërtet ky është madhërim për Allahun. Pra u pa zbukuruar shirkun e tyre shejtani, duke thonë që ky afrimi juaj të këta idhuj, këta njerëz të mirë, nuk është shirk. U pa ndryshuar pra çfarë realitetin e çështës. Ky është madhërim për Allahun. Ti po madhëron Allahun. La ilaha illallah. Pra, si shkak i ignorancës tyre dhe prishjes së peshoreve të këta. Pra nëse mediton thellë rreth kësaj dhe e kupton se jo besimtarët dëshmojnë për Allahun në tauhidin e zotrimit, pra tauhidin rububies, që është veçimi i tij në krijim, furnizim dhe rregullim, dhe se ata i drejtohen Isait, engjëve dhe të devotshme, duke synuar që këta t'i afrojnë tek Allahu e të ndërmjetësojnë për ta tek ai, dhe e kupton se disa prej jo besimtarëve, sidomos nga të krishterët, e adhurojnë Allahun natë e ditë, preftrin dhe muqit në ato vendet e tyre, manastiret e adhurimit, largohen nga dynjaja dhe japin në mosh nga ajo që u vjen. I ke parë asket, rinë me robat grisura, rinë me sandale, rinë pa ngrënë papira, gjirojnë, bëjnë. I kemi parë, në aty ku kemi pas mundësi dhe kontakti me ta dhe kemi ftuar në Islam. Çfarë? Duke u veçuar në manastire larg njerëzve, ka një që u donë nga martesa. As martohen, as merren me fëmijë, as forma adhurimi, edhe murgeshat e tyre, suorat, edhe ato çfarë? Jemi lidhur thot martes thot me Krishtin, thot me Isait, me njerëz, pra jemi shërbyesë të tij dhe të fesë të tij. Pra shive çfarë? Amilatun nasibat aslanaran hamia, thot Allah lartësuar. Bën vepra dhe u lodhën, u stërmunduan, do të hidhen në zjarrin që djeg fort. Allah na ruaj. Pra duke veçuar në manastire larg njerëzve, megjithatë, ai është jo besimtar, armiku Allahut, i përjetshëm në zjarr, për shkak të besimit të tij për Isain, ose për ndonjë nga të devotshmit, të cilit i lutet, i therr kurban apo i bën zotim. Atëherë të bëhet e qartë ty se cila është natyra e Islamit, në të cilin pra të thirrë ty profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, dhe të bëhet e qartë se shumë njerëz janë larg këtij tauhidi, larg këtij Islamit kulluar, sakt. Pra një Islam çfarë sipas tekave dhe epsheve të tyre, me peshorët e tyre, dhe të bëhet e qartë kuptimi i fjalës së tij sallallahu alaihi wasallam, ku ka thënë Islami bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil-ghuraba. Allah na bëf prej tyre. Islami ka filluar dhe ka nisur si i huaj dhe do të kthehet i huaj ashtu siç ka filluar, tube për këta të huajt. Pra murgjit nga të krishterët adhurojnë natë e ditë dhe qajnë,
por ata thonë Mesihu është i biri Allahut, alayhis salam. Ose Allahu është Mesihu biri Mariamës, ose një i treve, pra pjesë e Trinitetit, dhe ata qajnë e adhurojnë, por kjo nuk u bën dobi, sepse ata nuk i kanë bërë të sinqert adhurimin vetëm për Allahun subhanahu wa taala. Kështu janë edhe adhuruesit e varreve sot. Pra Sheikhul Islam Muhammed ibn Abdul Wahhab çfarë i krahason këta kuburiyunat, adhuruesit e varreve me të krishterët. Kush është dallimi, thotë? Këta adhurojnë, thotë, tjerë pas Allahut, dhe këta adhurojnë, thotë, tjerë pas Allahut subhanahu wa taala. Të dyja palë çfarë janë mushrikinë, i dhujtar dhe jo besimtar, Allah na ruajte. Thot autori, këto fjalë të bukura janë pak fjalë të forta, kështu që duani çik vëmendje, se janë të rrallë ata që kanë pasur guximin edhe tremërinë e këtij dietari edukator, Allahu mëshiroft. Thot, o vëllezër, pasha Allahun, përkushtohuni fort ndaj bazave të fesë suaj, që nga fillimi deri në fund të saj, pra udkhulu fi silmi kafatan, hyni në islam të rësisht, merrni seriozisht të islam, nuk është lojë. Kanë dhënë jetën çelevët për të islam, për të tauhid. Kanë luftuar baballare, vëllezër, nëna, motra, krejt. Mushrikët. Ka qenë mushrik. Para që nga fillimi dhe në fund të saj, e cila themeli dhe kreu i saj është dëshmia se nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtësh Allahu subhanahu wa taala. Mësoni domethënien e saj. Duajini atë dhe duajini njerëzit e saj. Bëjini ata vëllezërit tuaj edhe nëse janë larg, mohoni tagutët, armiqsojini dhe urreni ata. Urreni ata që i duan ose që i mbrojnë ata, ose që nuk i shpallin jo besimtar, ose që thon unë s'kam punë me ta, ose thon Allahu nuk më ka ngarkuar me ta. Ky ka gënjur ndaj Allahut dhe ka shpifur, sepse Allahu i ka ngarkuar me ta dhe u ka bërë detyrë mohimin e tyre dhe shkëputjen prej tyre, edhe nëse janë vëllezërit ose fëmijët ose gratë ose të afërmit e tij. Distancimi nga shirku dhe idhujtarët është pjesë e tauhidit. Nuk realizohet fjala la ilaha illallah vetëm se me distancim nga shirku dhe idhujtarët. O vëllezër e mi, thotë, përmbajuni kësaj, ashtu që të takoni Zotin tuaj pa i bërë shirk atij. Thotë, o Allah na bëj të vdesim si musliman dhe na bashko me punëmirët. Dhe ta përfundojmë, thotë, fjalën, pra këtë broshurë shiku e përfundojmë me një ajet që Allahu i madhëruar e ka përmendur në librin e tij, që të qartëson ty se kufri, pra mosbesimi i dhujtarëve të kohës son, është më i madh se mosbesimi atyre që i luftoi i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam. Thot komentuesi Sheikh Fozani, Allah ruajt, Islami i vërtet vëllezër sot është i huaj. Ndërsa Islami pretenduar është i përhapur. Thonë e quajnë Islami, thot, e quajnë bashkohor dhe modern. Këta izbit njerëzit e partijake të epsh, thot, galese, thot, Islam thot bashkohor, Islam thot modern, thot. Janë përshtatur, thot. Ko është? Si që përshtatën të krishterët në këto 2000 vjetë, derisa e shikojmë domethënë shirkun dhe kufrin e tyre, se sa domethënë janë bërë kështu supermarket, domethënë shirku dhe kufri, Allah na ruajt. Islami vërtet sot është i huaj, ndërsa Islami pretenduar është i përhapur. Muslimanët sot janë më shumë se 1 miliard, thashë Fozani. Por Islami vërtet është i huaj, sepse sikur ky miliard ta kishin Islamin e sakt, askush në botë nuk do të mund të qëndronte dot ballë. Jehudit, pra thot, i ka quajtur vëllezërit e derëve të majmunëve, sepse ashtu janë, dhe mbi ta ka rënë poshtrimi dhe përshmimi, sot janë dominues mbi vendet e muslimanëve. Ndërsa muslimanët që ishin me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam në Bedër ishin 310 e kusur. Çfarë bën ata? Sahabët në krahasim me popullsinë e botës sa ishin, megjithatë ata shliruan vende, rrëzuan Kisran, Cezarin dhe sunduan botën sepse ishin musliman me islam të vërtet, jo me islam të pretenduar. La ilaha illallah. Dhe kufri njerëzve të kohës son është më i madh se kufri mushrikëve të hershëm, më i madh se kufri Abu Jahlit, Abu Lahabit, sepse mushrikët e hershëm bënin shirk në mirëqenie dhe në reati dhe ishin të sinqertë në vështirësi, pasi e dinin se nga vështirësia të shpëton vetëm Allahu, ndërsa mushrikët e kohës son në vështirësi bëjnë më shumë shirk se sa në mirëqenie. Kur u bie fatkeqësia, thot, thrasin të adhuruarit e tyre, secili thret atë që adhuron, që të shpëtoj nga mbytja në det, apo të shpëtoj nga kjo, apo nga ajo bela. Dhe sa më shumë rritet rreziku, aq më shumë shtohet shirku tek ata. Pra ata janë më të humbur se mushrikët e hershëm,
edhe tek Allahu kërkojmë strehim dhe mbrojtje dhe të na ruaj. Dhe thot autori i librit, Allahu lartësuar ka thënë, dhe kur ju godet fatkeqësia në det, humbin ata që i lusni përveç tij, e kur ai u shpëton e u nxjerr në tokë, ju ktheni shpinën, vërtet njeriu është mohues. Pra, ta lexojmë ajetin në arabisht. Sot Allahu lartësuar në këtë ajet thot çfarë? Wa idha masakum ad-durru fi al-bahr dalla man tad'un illa iyyah falamma najjakum ila al-barri a'radtum wa kana al-insanu kafura. Në surën Al-Isra. Pra thot Allahu lartësuar, dhe kur ju godet fatkeqësia në det, humbin, pra zvaniten, shpërbëhen, nuk ekzistojnë më ata që i lusni përveç tij. Pra e bëri duan e sinqertë, janë mes detit, po shikojmë tek e mësim mbytjen. E kur ai u shpëton dhe u nxjerr në tokë, pra në breg, ju ktheni shpinën, vërtet njeriu është mohues. Pra Allahu ka përmendur për jo besimtarët se kur i godet fatkeqësia, ata i lën zotrinj dhe shejhat dhe nuk i thrasin ata, nuk kërkojnë ndihmë prej tyre, por i drejtohen sinqerisht vetëm Allahut, pa ortak, dhe kërkojnë ndihmë vetëm prej tij. E kur vjen mirëqenia dhe rehatia, ata bëjnë shirk. Ndërkohë që ti sheh mushrikët e kohës sonte që atribuojnë Islamit, ndoshta disa prej tyre pretendojnë se janë prej njerëzve të dijes dhe kanë zuhd, asketizëm, përpjekje dhe adhurime, e kur i godet fatkeqësia, ata ngrihen duke kërkuar ndihmë nga dikush tjetër përveç Allahut. Si përmend disa emra shehun që kanë qenë në kohën e tij, Ma'rufi ose Abdul Qadir al-Jilani, madje më të lartë se këta Zeid ibn al-Khattab dhe Zubair ibn Awam radhiyallahu anhuma, dhe më të lartë se këta si dërguesi sallallahu alaihi wasallam. Dhe Allahu është ai i cili kërkojmë, Allahu al-Musta'an. Madje më e madhe dhe më rëndë se kjo është ata kërkojnë ndihmë nga tahutët, jo besimtarët dhe rebelët si Shemsani, Idrisi, shpashuar Ashqar, Idris Bjondi, që ka pas nofkën, Jusufi dhe të ngjashmin me ta, dhe Allahu te barëtala di më së miri. E përmbyll autori që lëson fjalën e tij dhe thot: falënderimet takojnë të gjithë Allahut në fillim dhe në fund, lëvdat dhe shumë dhe shpëtimi i madh i Allahut qofshin mbi profetin ton Muhammed, mbi familjen dhe mbi të gjithë shokët e tij. Sheikh Fawzani sqaron thot Ma'rufi është që është pasquajtur Ma'ruf al-Karhi, nga të devotshmit e njohur në Irak, të cilin adhuruesit e vareve adhurojnë, ndërsa Abdul Qadir al-Jilani, sqaron shehu, Allahu mëshiroft, Sheikh Abdul Qadir al-Jilani, është imam nga imamllarët e hershëm të Hambelive, pasues Imam Ahmed ibn Hanbal rahmetullahi alayhi. Ai është imam i madh, por pasi vdiq, ata besuan se ai pra sjell dobi dhe dëm. Kështu ndërtuan një kupol mbi varrin e tij dhe sufistët e morën si imam të tyre, duke sajuar një rrugë pra një tarikat që i quajnë al-Qadiriyya, se Abdul Qadir al-Qadiriyya. Ai është i pastër prej tyre, dhe larg pra shirkut që ata i veshin. Ai njihet për drejtësi, qëndrueshmëri dhe dituri dhe devotshmëri. Ishte nga më të mëdhenjtë e pasuesit të mëdhëbit të Imam Ahmedit, Allahu mëshiroft ata dhe ne, dhe ka një vepër të njohur, pra një libër të bukur me librin Al-Ghunya. Kurse Zeid ibn al-Khattabi është sahabiu nderuar, vllai i Umarit ibn al-Khattabit radhiyallahu anhuma, u vranë në Yemame dhe u varos atje pra në luftrat që bën besimtarët për të luftuar Muselem el-Kadhabin dhe basuesit e tij. Mbi varrin e tij kishte një kupol, pa një kubbe. Kur erdhi Sheikhul Islam Muhammed ibn Abdul Allahu mëshiroft, e rrezoi këtë kupol dhe nuk është ngritur deri tani, falënderim i takon Allahut, dhe nuk do të ngrihet nëse do Allah. Pra shehu e lut Allahun dhe shpreson te Allahu që pra vendi i tauhidit të Arabisë Saudite dhe ku ka pas domethën pushtet ai vend çfarë të ketë domethën jetë gjatësi dhe ditën e llogarisë që ta ndihmoj pra tauhidin dhe fenë Allahut subhanahu wa taala. Kurse Zubair ibn Awami, Allahu që të kënaqë me të, ishte prej sahabëve të dërguarit Allah sallallahu alaihi wasallam. Këta devotshëm dhe sahab i adhurojnë adhuruesit e varreve, por nuk mjaftuan me adhurimin e tyre, ata adhuruan edhe taghutët, jo besimtarët dhe rebelët nga magjistarët, fallxorët dhe liberalistët dhe hululit, pra ata që besojnë se Allahu është i shkrirë me krijesat e tij, të cilët thon kush i lë urdhrat dhe ndalesat është i afërt me Allahun dhe nuk ka nevojë për to. Thotë që kemi arritur gradat larta, marrim direkt nga Zoti i botrave, kemi sirrin, kemi sekretin dhe çelësin për Allahut dhe jemi çliruar nga obligimet fetare dhe nuk kemi më ndalesa fetare. Kujdes nga këta njerëz.
Ato janë vetëm për njerëzit e thjesht, ndërsa ai ka arritur tek Allahu dhe nuk ka nevojë për asgjë, Allahu na ruajt. Kurse Shemsani, Idrisi dhe Yusufi, këta ishin tagut në Riyadh para shfaqjes së thirrjes së shehut Muhammed ibn Abdulwahhabit, kur erdhi shehu dhe u ngrit xhihadi në rrugën e Allahut dhe muslimanët morën kontrollin e Riyadhit. Këto idhujtari dhe shirqe çfarë u hoqën prej tij dhe prej vendeve të tjera. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu a'lam. E falenderojmë Allahun që na dha jetë dhe mos i ta përfundojmë këtë broshur pra me titull Sharhu Tafsir Kelimatit Tauhid, pra komenti i tafsirit të fjalës së tauhidit të Sheikhul Islam Muhammed ibn Abdulwahhabit në komendin e Sheikh Fauzanit, Allahu ruajt. Inshallah në mësimin e ardhshëm ka ky libër që shtoi disa pyetje përgjigje dhe refuzim të disa dyshimeve. U lëm pra kurështar deri në atë mësim. Subhanak Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam. Wa barakallahu fikum.